kemi thonë rruga mbarë. Nuk bashkëpunojmë me zotin Lima, si aleancë, si individ, si luftetare, që më e vlerësoj deri të zoti që i themi ne. I keni këpor, definitivisht. Por, kështu politikisht, ne nuk qëndrojmë mirë me zotin Lima dhe me nismen, nuk jemi asë bashkë në grupin parlamentar. Si e komentoni tash qimi të gatshëm pa kushte? Kjo është një loj, aje ka marrë një goditje prej zotit Kurti, sepse takimi i parë dhe i dytë, për e thamë qartë, në mes zotit Lima dhe Kurtit, kryeministrit në detyrë, ka qenë që ai të caktohet për kandidat për kryetar të parlamentit. A nuk është një arsye e mjaftueshme që janë mbyll dyert zotit Kurti? Dhe mendoj që kjo tani, zoti Kurti ka bën lojna me zotin Lima. Nuk e di pse deri kur zoti Lima duhet me kuptu që ka ban shaka zoti Kurti me zotin Lima.